Leximi i ditës. Ungjilli Lukës, kapitulli 2. Vargu kyç. Mos kini frikë, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh, që do të jetë për gjithë popullin, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti, Zoti. Luka kapitulli 2, vargu 10-11. Shpjegimi i vargut. Pasi Mari pranoi, shpallja e Krishtit shkon menjëherë tek njerëzit me të papritur, barimt e përullur. Kjo tregon se mbreti i mbretërve nuk lindi në një pallat, por në një grasht. Ky akt i thellë modestie na kujton se lajmi i mirë, gëzimi i madh, është për të gjithë, pavarësisht nga statusi apo pozita jonë. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 2. O Zot, Ti që vjen në mënyrën më të përullur, unë të falenderoj që gëzimi dhe paqja u shpallën për njerëzit si barimt dhe si unë. Më ndihmo ta lëm në njanë çdo frikë që më ndalon të ndjek vullnetin tënd. Më mbush me atë gëzim të madh që buron nga njohuria se Ti je shpëtimtari dhe Zoti im. I jep në guximin të veproj me nxitim, ashtu si barimt, duke e shpërndar menjëherë lajmin e mirë me të gjithë ata që takoj sot. Amen.